Horoskopi ditor e Mërkur 29 tetor 2025. Dashi. Shpirti juaj konkurrues është në nivelin më të lartë, i nxitur nga ndikimi i Marsit. Jeni të etur për të përballur me sfidat dhe për të bërë lëvizje të guximshme, veçanërisht në karrierën tuaj. Megjithatë, është thelbësore ta balanconi këtë nxitje me durimin. Vendimet e nxituara mund të çojnë në pengesa të papritura. Në jetën tuaj personale, komunikimi i hapur me të dashurit mund të përmirësojë marrëdhëniet. Angazhohuni në biseda kuptimplote dhe shprehni qartë mendimet tuaja. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e buxhetit tuaj për të përshtatur me qëllimet afatgjata. Nivelet tuaja të energjisë janë të mira, por mos harroni të bëni pushime të shkurtra për të ruajtur fokusin. Në frontin e shëndetit, filloni një regjim të ri fitnesi për të shfrytëzuar energjinë tuaj. Përpjekjet romantike janë të favorshme. Planifikimi një surprize për partnerin tuaj mund t'ju afrojë. Përveç kësaj, sot mund të lindë një mundësi e papritur, duke paraqitur një shans për rritje personale. Qëndroni vigjilent dhe besoni instinkteve tuaja. Përqafoni energjinë dinamike të sotme dhe lëreni atë t'ju udhëheqë drejt arritjes së ambicieve tuaja me hir. Demi. Sot ju fton të zhyteni më thellë në aspiratat tuaja, me praninë qetësuese të Venusit që inkurajon vetë-reflektimin. Vlerësimi i vendit ku ndodheni në karrierën ose jetën tuaj personale dhe identifikimi i asaj që ju përmbush vërtet mund të sjellë qartësi. Mund të gjeni frymëzim krijues që vjen kur më pak e prisni. Prandaj mbani një mendje të hapur. Në marrëdhënie, natyra juaj e qëndrueshme u ofron ngushëllim të tjerëve, por sigurohuni që të jeni të vëmendshëm edhe ndaj nevojave tuaja. Financiarisht, kontrolloni 2 herë çdo transakcion ose marrëveshje për të shmangur keqkuptimet. Kënaqësia është joshëse, por shpenzimet e kujdesshme do t'ju shërbejnë më mirë. Sa i përket shëndetit, përfshirja e teknikave të relaksimit si yoga ose meditimi në rutinën tuaj mund të ofrojë ekuilibër. Nëse jeni beqar, mund të hasni dik interesant gjatë aktiviteteve shoqërore ose në internet. Besojini intuitës suaj kur merrni vendime sot, pasi ajo do t'ju udhëzojë mirë. Orët e mbrëmjes paraqesin një mundësi të përsosur për të qlodhur me të dashurit ose për të shijuar pak kohë personale të merituar. Kultivoni durimin dhe këmbënguljen për sukses afatgjatë. Binjakët, përgatituni për një ditë plot me ndërveprime dinamike dhe mundësi për të ndarë idetë tuaja. Energjia e Mërkurit rrit aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë këtë një kohë ideale për diskutime ose negociata. Megjithatë, keni kujdes të dëgjoni sa më shumë që flisni, duke siguruar dialog të ekuilibruar. Përshtatshmëria juaj do t'ju shërbejë mirë në situata të papritura dhe të qëndruarit fleksibël ju lejon të shfrytëzoni mundësi të reja. Vendimet financiare janë të favorshme sot nëse jeni të plot në planifikimin tuaj. Marrëdhëniet lulëzojnë me mirëkuptim të ndërsjellë. Planet spontane me miqt ose një të dashur mund të çojnë në përvoja të paharrueshme. Në frontin e karrierës, puna në grup mund të japë rezultate mbresëlënëse, duke nxjerrë në pah potencialin tuaj udhëheqës. Kushtojini vëmendje çdo sinjali shëndetësor që trupi juaj dërgon. Balancimi i aktivitetit mendor me ushtrimet fizike do të ruajë vitalitetin tuaj. Përqafoni ndryshimin dhe përballoni sfidat me sharmin dhe zgjuarsinë tuaj natyrore. Besoni në aftësinë tuaj për t'i kthyer bisedat në mundësi, duke hapur rrugën për përparim personal dhe profesional. Gaforria. Fokusi i sotëm është në gjetjen e ekuilibrit midis dëshirave personale dhe detyrimeve profesionale. Ndikimi i hënës ju nxit të ushqeni mirëqenien tuaj emocionale gjatë trajtimit të përgjegjësive të punës. Lini më një kohë për kujdesin ndaj vetes, qoftë duke shijuar një moment të qetë apo duke u angazhuar në një hobi krijues. Intuita juaj është e rritur, duke ju udhëhequr përmes proceseve të vendimarrjes. Sa i përket marrëdhënieve, shprehja e cenueshmërisë mund të forcojë lidhjet me të dashurit. Jini të hapur për ndjenjat tuaja dhe lejoni që ata që janë afër jush të kuptojnë botën tuaj të brendshme. Financiarisht, është një ditë e mbar për të rishikuar investimet ose planet e kursimit. Strategjitë afatgjata do të sjellin siguri. Nëse po mendoni për një ndryshim karriere, peshoni me kujdes pro dhe kundrat, duke u besuar instinkteve tuaja të brendshme. Sa i përket shëndetit, përfshirja e një diete të ekuilibruar dhe hidratimi do të jetë e dobishme. Shmangni mbi ngarkesën e vetes. Mbani mend, është në rregull të thoni jo pa ndjenjë faji. Orët e mbrëmjes ofrojnë një shans për t'u lidhur me miqt ose familjen, duke ringjallur shpirtin tuaj me pozitivitet dhe ngrohtësi. Luani.
Shtrirja planetare sot me nxjerr në pamundësitë për rritje personale dhe shprehje krijuese. Dielli ju inkurajon të ndani talentet tuaja me besim, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për prezantime ose projekte artistike. Mos harroni të kultivoni përulsinë së bashku me karizmën tuaj. Ky ekuilibër do të tërheqë mbështetje dhe admirim. Marrëdhëniet përfitojnë nga ngrohtësia dhe bujaria juaj, duke forcuar lidhjet me partnerët dhe miqt. Surprizat në rrethin tuaj shoqëror mund të sjellin emocione dhe lidhje të reja, duke zgjeruar rrjetin tuaj. Financiarisht, përqendrohuni në strategji që nxisin stabilitetin, siç janë kursimet ose vendimet për investime me konsiderat të kujdesshme. Shëndeti juaj lulëzon me aktivitet të rregull fizik. Merrni në konsiderat eksplorimin e rutinave të reja të fitnessit për të mbajtur nivelet e energjisë tuaj të larta. Profesionalisht, miratoni një qasje fleksibile për të kapërcyer sfidat dhe qëndroni të hapur ndaj këshillave. Besojini instinkteve tuaja kur përballeni me zgjedhje dhe shmangni konfliktet e panevojshme duke qëndruar të bazuar në vlerat tuaja. Ndërsa përqafoni energjinë dinamike të sotme, aftësitë tuaja udhëheqëse do të shkëlqejnë duke frymëzuar ata përreth jush. Virgjëresha. Me ndikimin e Merkurit sot, qartësia bëhet aleati juaj në menaxhimin e detyrave komplekse. Vëmendja ndaj detajeve siguron sukses në punë dhe projekte personale, duke e bërë këtë një kohë ideale për të trajtuar çështje të pazgjidhura ose për të planifikuar sipërmarrje të reja. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndershmëri dhe respekt të ndërsjellë. Prandaj shprehni mendimet tuaja hapur por me takt. Dëgjimi është po aq i rëndësishëm, duke nxitur mirëkuptimin dhe kompromisin. Financiarisht, një qasje proaktive ndaj buxhetimit ose mundësive të investimit jep rezultate pozitive. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në ruajtjen e stabilitetit afatgjat. Nga ana shëndetësore, përfshini teknika relaksimi për të lehtësuar çdo tendosje mendore. Meditimi ose ushtrimet e frymëmarrjes së thellë mund të ofrojnë paqe. Sa i përket rritjes personale, merrni në konsiderat vendosjen e qëllimeve të arritshme që rrisin mirëqenien dhe njohurinë. Nga ana sociale, yjet sugjerojnë potencial për lidhje ose bashkëpunime të këndshme përmes ngjarjeve ose mbledhjeve të rrjedhëzimit. Duke përqafuar si praktikën ashtu edhe empatinë, do të lundroni në mënyrë efektive energjitë kozmike të sotme, duke hapur rrugën për arritjet e ardhshme dhe kënaqësinë personale. Peshorja. Ekuilibri është ylli juaj udhërfyes sot, pasi Venusi ju fuqizon të harmonizoni marrëdhëniet dhe përpjekjet profesionale. Kërkoni ekuilibrin duke adresuar çdo çekuilibër në mjedisin tuaj. Komunikimi i hapur nxit mirëkuptimin, veçanërisht me partnerët ose kolegët, duke krijuar një rrugë më të qetë për bashkëpunim. Financiarisht, energjia e sotme mbështet vlerësimin e kujdesshëm të burimeve, duke inkurajuar vendimarrjen e kujdesshme për të siguruar të ardhmen tuaj. Një qasje e menduar mirë ndaj shpenzimeve, ndoshta duke përfshirë një rishikim të buxhetit, rrit stabilitetin. Në shëndetësi, ndjekja e aktiviteteve që sjellin gëzim dhe nxisin relaksimin i sjell dobi si mendjes ashtu edhe trupit. Konsideroni jogën ose shëtitjet e qeta për të ruajtur ekuilibrin. Në frontin shoqëror, angazhimi në biseda kuptimplote ose marrja e një roli mbështetës në komunitetin tuaj rrit ndjenjën tuaj të përmbushjes. Romanca është në qendër të vëmendjes, duke ofruar mundësi për lidhje të thella dhe të përzemërta. Përqafoni udhëzimin qiellor të sotëm duke ushqyer marrëdhëniet dhe duke nxitur paqen. Kjo qasje e ekuilibruar do të sigurojë themelin për lumturi të qëndrueshme dhe rritje personale në ditët në vijim. Akrepi. Energjitë kozmike të sotme ftojnë introspeksionin dhe të menduarit transformues, të nxitur nga ndikimi i Plutonit. Zhytuni thellë në qëllime dhe ambicjet personale, duke rivlerësuar prioritetet dhe duke identifikuar fushat për rritje. Ky eksplorim i brendshëm zbulon shtigje të reja drejt suksesit, veçanërisht në karrierën tuaj, ku manovra strategjike mund të çojnë në përparim. Përqafoni ndryshimet dhe përshtatni planet tuaja për të përshtatur me njohuritë e reja. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe shprehja emocionale thellojnë lidhjet, duke nxitur besimin dhe intimitetin. Financiarisht, shqyrtimi i investimeve me një sy kritik siguron që planet tuaja janë në rrugën e duhur. Kërkoni këshilla nëse është e nevojshme. Një pikpamje e kujdesshme gjatë trajtimit të shpenzimeve do t'ju shërbejë mirë. Në frontin e shëndetit, jepni përparësi mirëqenies mendore duke lënë mënjan kohë për meditim ose reflektim të vetmuar. Nëse jeni beqar, mund të hasni dik intrigues përmes kanaleve të papritura. Jini të hapur ndaj rastësisë, pasi kjo mund të çojë në ndërveprime kuptimplote.
Shfrytëzoni energjinë transformuese të sotme për të përmirësuar sferat tuaja personale dhe profesionale, duke ushqyer rritjen dhe duke siguruar suksesin e ardhshëm. Shigjetari. Sot ngjall një ndjenjë aventure, ndërsa Jupiteri frymëzon eksplorim dhe ndjekje intelektuale. Kozmosi ju inkurajon të dilni nga zona juaj e rehatisë, qoftë përmes planeve të udhëtimit ose përmes angazhimit në mundësi të reja mësimi. Zgjerimi i horizonteve tuaja mund të çojë në zbulime interesante dhe rritje personale. Në karrierën tuaj, idetë inovative gjejnë terren pjellor. Prandaj ndani vizionet tuaja dhe bashkëpunoni me kolegët që e vlerësojnë entuziazmin tuaj. Financiarisht, sot këshillohet një qasje e kujdesshme. Shmangni rreziqet e panevojshme dhe përqendrohuni në sigurimin e burimeve me mençuri. Komunikimi i hapur dhe i ndershëm në marrëdhënie forcon lidhjet, duke ju ndihmuar juve dhe të dashurve të zgjidhni keqkuptimet shpejt. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet fizike që përfshin shumëllojshmëri, si ecja në natyrë ose sportet në grup, të cilat gjithashtu ju ngrenë moralin. Planifikoni aktivitete shoqërore që stimulojnë mendjen tuaj dhe japin energji lidhjeve tuaja. Përqafoni energjinë dinamike dhe të gjerë të sotme për të ushqyer kreativitetin dhe kuriozitetin, duke hapur rrugën për përvoja përmbushëse dhe mundësi të ardhshme që përputhen me aspiratat tuaja. Britsjapi. Modelet qiellore të sotme nxjerrin në pa një kohë të fryqshme për përparime në karrierë dhe ndërtimin e themeleve të forta. Qëndrueshmëria e Saturnit mbështet qasjen tuaj metodike, duke ju fuqizuar për të përballuar detyra komplekse me saktësi. Objektivat profesionale mund të bëhen më të qarta dhe këmbëngulja juaj do të japë rezultate të favorshme. Tani është një moment i shkëlqyer për të rishikuar planet afatgjata dhe për të siguruar që ato janë në përputhje me vlerat tuaja. Financiarisht, përparimi qëndrueshëm është i arritshëm duke ju përmbajtur strategjive praktike dhe duke shmangur vendimet impulsive. Natyra juaj e disiplinuar mbështet kursimet dhe investimet, duke premtuar rezultate të dobishme. Në marrëdhënie, shfaqja e vlerësimit ndihmon shumë në forcimin e lidhjeve. Kjo është një ditë e favorshme për të diskutuar planet e ardhshme me një partner ose familje, pasi marrëveshjet e ndërsjella nxisin harmoninë. Sa i përket shëndetit, krijoni një rutinë që balancon punën dhe kujdesin për veten, ndoshta përmes ushtrimeve të strukturuara ose pushimit. Orët e mbrëmjes ofrojnë një mundësi për të çlodhur dhe për të reflektuar mbi arritjet, duke ruajtur fokusin dhe një mentalitet metodik. Energjitë e sotme do të rrisin stabilitetin dhe suksesin tuaj. Ujori. Sot thekson rëndësinë e ndërveprimeve shoqërore dhe të menduarit inovativ, me uranin që energjizon aftësitë tuaja krijuese. Angazhohuni në aktivitete në grup ose seanca idesh për të ndezur ide frymëzuese dhe perspektiva të reja. Ndarja e mendimeve tuaja me individ me të njëjtat mendje mund të çojë në bashkëpunime premtuese. Sa i përket karrierës, besoni vizioni dhe intuitës suaj unike, të cilat ju udhëzojnë drejt zgjidhjeve jo konvencionale për sfida. Përpjekjet financiare përfitojnë nga shqyrtimi me kujdes i rreziqeve dhe shpërblimeve, duke ruajtur një qasje të ekuilibruar. Në marrëdhënie, spontaniteti shton eksitim dhe forcon lidhjet. Prandaj merrni në konsiderat planifikimin e një daljeje të improvizuar me miqt ose të dashurit. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, të tilla si marrja e një hobi të ri ose anëtarësimi në një klub komunitar. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, lejoni pak vetmi për të rimbushur, duke reflektuar mbi njohuritë e ditës. Përqafimi i energjisë së gjallë të sotme dhe ushqyerja e shpirtit tuaj shpikës do të hapë shtigje të reja, duke siguruar pasurinë personal dhe profesional në planin afatgjat. Peshqit. Yjet e sotëm zbulojnë një periudhë reflektimi dhe depërtimi emocional, të ushqyer nga ndikimi qetësuesi i Neptunit. Zhytuni në ndjekje krijuese ose projekte artistike për të shprehur mendimet tuaja më të thella. Çështjet profesionale mund të kërkojnë vëmendje ndaj detajeve, ndërsa i besoni intuitës suaj se do t'ju udhëheqë në drejtimin e duhur. Diskutimet me kolegët mund të sjellin zgjidhje inovative, duke përmirësuar qëllimet tuaja. Financiarisht, vlerësoni sigurinë dhe përshtatni planet në përputhje me rrethanat, duke balancuar dhe mshurinë me praktikën. Jeta dashurore shen një mundësi për lidhje të thella. Të qenit i pranishëm dhe mirëkuptimi me të dashurit ushen këto lidhje. Një prekje romance i shton hijeshi marrëdhënieve, qoftë përmes gjesteve të menduara apo bisedave të përzemërta. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi aktiviteteve që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si meditimi, noti ose dëgjimi i muzikës. Orët e mbrëmjes janë perfekte për reflektim të qetë ose për të kënaqur me një libër të preferuar.
Duke i dhënë përparësi paqes së brendshme dhe kreativitetit, energjitë e sotme ofrojnë një shans për shërim dhe rritje, duke quar në kënaqësi të qëndrueshme dhe përmbushje emocionale. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.